Nëse nuk flet maqedonisht, do të shkarkohet. Kryeministri Christian Mickoski i jep edhe një shans drejtorit të Inspektoratit të Gjuhëve. Sindikalistët e cilësojnë paftyrësi veprimin e qeverisë për të mos rritur pagën minimale, ndërsa rrisin rrogat e funksionarëve. Hetohet krimi më i madh ekonomik në Maqedoninë e Veriut. Dyshohen 15 persona juridik dhe 23 persona fizik, keq përdoren 37 milion euro. Armë zjarri në një shkollë në Austri, mbesin të vdekur 10 persona. Të nderuar shikues, përshëndetje. Kryeministri Christian Mickoski ka dhënë edhe një shans drejtorit të Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve Arsim Idrizi pas paralajmërimeve që i bëri zëvendës kryeministri, njëherësh edhe ministër për marrëdhënien ndërmjet bashkive Ivan Stojković. Mickoski tha se do ta shkarkojë drejtorin nëse edhe një herë nuk flet maqedonisht, ndërsa kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami, pjesë e koalicionit Vlen, tha se deklarata e Stojkovićit është e nxituar dhe se propozimet për shkarkime i bëjnë po të njëjtat parti që propozojnë edhe emrimet. Inspektorati për përdorimin e gjuhëve vazhdon të jetë temë kryesore në opinion, ndërsa kësaj here jo se inspektorët nuk kanë marrë rrogë për gjysmë viti, por është komentuar mos flasja e drejtorit të tyre Arsim Idrizi në gjuhën maqedonase. Prononcimi para mediumeve i drejtorit vetëm në gjuhën shqipe, duke mos folur edhe në gjuhën maqedonase, i ka penguar më së shumti zëvendës kryeministrit edhe njëherësh edhe ministër për marrëdhënien ndërmjet bashkësive, Ivan Stojković, i cili në një emision televiziv në Kanal 5 u shpreh i bindur se të martën në mbledhjen e radhës të qeverisë, Arsim Idrizi do të shkarkohet 99%. Ndërkaq, në lidhje me këtë rast, kryeministri Christian Mickoski është treguar më i butë, ai e ka dhënë edhe një shans Idrizit me kusht se nëse e përsëritet edhe një herë të njëjtin veprim, do ta shkarkojë. Nëse mendoni konkretisht për momentin kur ai në kuvend nuk ka folur në gjuhë maqedonase, unë kam biseduar me të dhe nuk pres që të përsëritet, por nëse përsëritet, ai do të shkarkohet. Deklaratën e Stojkovićit e ka komentuar edhe njëri ndër krerët e Vlenit Bilal Kasami, i cili vlerëson se është deklaratë e përshpejtuar. Kasami tha se propozimet për shkarkime i bëjnë po të njëjtat parti që propozojnë edhe emërimet. Emërtimet e funksionarëve bën me propozimet të partive të cilat i emërojnë dhe është marrëveshje e koalicionit. Mendoj se është ndoshta një deklaratë e përshpejtuar, sigurisht që gjithë procesi i bashkëqeverisjes është në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje të partnerëve të koalicionit. Nuk besoj se ka një marrëveshje për, do kisha thënë, përfshirjen në emërtimet dhe shkarkimet e funksionarëve të partive. Ne gjithmonë ka kështu keq kuptime mes mendoj partnerëve të koalicionit, po besoj se do të kalohet. E kur jemi te gjuha, drejtori Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, Arsim Idrizi, ka reaguar me një postim simbolik në rrjetet sociale, duke cituar vargje nga poezia e Naim Frasherit, Gjuha jon. Gjuha jon sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Reagime nuk kanë munguar as nga partia opozitare shqiptare BDI, nga partia Ahmetit në një komunikat për media, shprehin shqetësim të thellë ndaj zhvillimeve të fundit, me të cilat qeveria, sipas tyre, përmes një sërhapash institucional, po e largon në mënyrë sistematike gjuhën shqipe nga sfera publike. Skandali u thellua nga vetë ministri për marrëdhënien ndërmjet bashkësive Stojković, i cili deklaroi se do të shkarkojë drejtorin e inspektoratit, jo për mos funksionim, por për t'ia treguar vendin inspektoratit. Kjo deklaratë është shfaqje drejt për drejt e presionit institucional dhe poshtërimit ndaj përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Se kush ka të drejtë në këtë rast, duhet shikuar se çfarë thot ligji për përdorimin e gjuhëve. Kujtojmë se sipas ligjit për përdorimin e gjuhëve të vitit 2019 në Maqedoninë e Veriut, funksionarët shqiptar kanë të drejtë të përdorin gjuhën shqipe, përfshirë paraqitjet para mediave.
Ky ligj garanton përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare, krahas maqedonishtes në nivel qendror dhe lokal. Konkretisht, neni 3 i ligjit parashikon se përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe lejohet në të gjitha institucionet shtetërore dhe paraqitjet publike të zyrtarëve shqiptar. Pra, drejtori i Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve Arsim Idrizi ka të drejtë të flasë para mediave në gjuhën shqipe, edhe pse mund të ketë detyrim për të siguruar përkthimin në gjuhën maqedonase, për ta bërë të kuptueshme për publikun më të gjerë. Kjo praktik zakonisht respektohet për të siguruar transparencë dhe për të shmangur keqkuptime të ndërkomunitare. Pas heqjes mekanizmit të badenterit, ligji shumë përfolur për përfaqësim drejt dhe adekuat së shpejti pritet kalojë në seancë qeveritare. Kryeministri Mickoski sqaroi se dokumenti fillimisht do dërgohet për mendim në Komisionin e Venedikut, filtr i fundit para se të hyjë në procedurë parlamentare. Ligji shumë përfolur për përfaqësim të drejtë dhe adekuate së shpejti pritet të kalojë në seancën qeveritare. Kështu bëri të ditur kryeministri Christian Mickoski. Ai sqaroi se më pas i njëjtë do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias, filtri i fundit para se të hyjë në procedurë parlamentare. Gati është ligji për përfaqësim të drejtë. Pritet në seancat e radhës të qeverisë të kalojë, të informohet opinioni, pastaj do ta çojmë në Komisionin e Venecias për mendim. Normalisht do të presim mendim nga Komisioni i Venecias dhe të shohim nëse kemi bërë diçka mirë, menjëherë e lëshojmë në procedurë parlamentare. Mickoski tha se ky ligj është bërë me shumë kujdes, duke konsultuar me shumë ekspert kushtetues, pasi siç tha i pari i qeverisë, ka parti politike që merren me nacionalizëm. Nuk na duhen ndasi tani, kur po përpiqemi që të bashkojmë shoqërinë, është kategori kushtetuese dhe duhet të respektohet. Njëjtë siç është kategori kushtetuese se gjuhë zyrtare është maqedonishtja dhe shkrimi qirilik, kurse bashkësitë që janë më tepër se 20% në këtë rast shqiptarët, në nivel qendror mund ta përdorin gjuhën shqipe si gjuhë të tyre, si gjuhë zyrtare. Kujtojmë se pas shfuqizimit të balancuesit të vitin e kaluar nga gjykata kushtetuese, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuate vjen si përpjekje për të siguruar barazi dhe përfaqësim të balancuar në institucionet publike. Qeveria ka vendosur që të rrisë për rreth 13.000 denar pagat e funksionarëve. Lidhja e sindikatave quan pafytyrësi veprimin e qeverisë, e cila arsyetoi mos rritjen e pagës minimale me rritjen e inflacionit. Për rritjen e pagave të funksionarëve ka reaguar edhe opozita maqedonase. Në një kohë kur qytetarët kanë ankesa të shumta lidhur me kushte të vështira të jetesës dhe pagat e ulta, qeveria ka sjell vendim të rrisë pagat e funksionerëve të emëruar. Në vendimin e ri të qeverisë të publikuar në gazetën zyrtare, thuhet se koeficienti për llogaritjes së pagave nga 2.24 rritet në 2.55, që në përllogaritë të pagave rezulton me një rritje për 13.8%. Lidhur me këtë vendim ka reaguar kryetari i lidhjes së sindikatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Slobodan Trendafilov. Ai thotë se punëtorët meritojnë më shumë se sa zyrtarët dhe se nëse nuk ka rritje të pagave të punëtorëve, si mund të ketë rritje të pagave të zyrtarëve. Nëse rritja prej 12.6% të pagave të punësuarve që u takon atyre në përputhje me marrëveshjen e përgjithshme kolektive për sektorin publik, si dhe nevoja për të rritur pagën minimale në 500 euro dhe një rritje prej 100 eurosh në paga tjera do të rriste inflacionin, atëherë rritje prej 13.8% të pagave për një zyrtar sigurisht që ndikon edhe në inflacion, por duket se e ul atë, nuk ka shpjegim tjetër. Reagim lidhur me vendimin për rritje të pagave të funksionerëve pati edhe nga LSDM. Ata thonë se përderisa shpenzimet për jetesë janë vazhdimisht në rritje, qeveria ka vendosur të rrisë vetëm pagat e funksionerëve. Maqedonia e Veriut përsëri po përballet me një rritje të madhe të çmimeve dhe inflacionit, ndërsa qeveria ka vendosur të rrisë pagat për zyrtarët, për punëtorët dhe qytetarët përsëri nuk ka asgjë. Sipas të dhënave të fundit nga enti shtetëror i statistikave, inflacioni vjetor në maj 2025 ishte 3.3%, që është një rritje krahasuar me prilin, kur ishte 2.6%.
Sipas vendimit të publikuar në gazetën zyrtare, pagat e zyrtarëve qeveritar do të rriten për 13.8%. Koeficienti për llogaritjen e pagave të tyre do të rritet nga 2.24 në 2.55%, që do të thotë se paga e tyre mujore do të rritet nga 92.375 denar në 105.159 denar, që nënkupton se ata do të marrin 12.784 denar shtesë, duke filluar nga 1 qershori 2025. Ndërkohë, sipas të dhënave të fundit të entit shtetëror të statistikave, kostoja e jetesës në muajin maj në krahasim me muajin prill është rritur për 1.5%. Sipas tyre, kjo rritje është shkaktuar kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimeve dhe pijeve jo alkoolike, të cilat shënuan rritje për 4.1%. Po cilësojnë si krimin më të madh ekonomik në Maqedoninë e Veriut. Prokuroria ka dhënë detaje për hetimin ku janë përfshirë 15 persona juridik dhe 23 persona fizik, nga cilët 8 janë inspektor të drejtorisë të ardhurave publike. Prokuroria pretendon se personat kanë përfituar mbi 37 milion euro në mënyrë të paligjshme. Prokuroria publike themelore dhe ajo për krim të organizuar kanë zbuluar detaje nga siç vlerësohet krimi më i madh ekonomik që ka ndodhur në vendin tonë, në të cilën të përfshirë janë kompanitë e biznesmenit nga Stromica, Risto Kormzov. Siç informuan prokurorët, në hetim janë të përfshirë 15 persona juridik dhe 23 persona fizik, nga të cilët 8 janë inspektor të drejtorisë të ardhurave publike. Prokuroria njoftoi se kompanitë e biznesmenit nga Stromica kanë përfituar mbi 37 milion euro në mënyrë të paligjshme përmes kthimit të TVSH përmes faturave fiktive. Sipas prokurorisë, dëmi buxhetor është rreth 90 milion euro. Të akuzuar kryesor në këtë rast janë Risto Kormzov dhe një prit e tij. Për të dyshuarin e parë është kërkuar edhe masa e paraburgimit. Nën udhëheqjen e një prokurori publik nga Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, oficerët e policisë kryen një operacion në të cilin u ndalua një person për të cilin ishte hapur një procedurë paraprake hetimore në shtator të vitit të kaluar. Përveç këtij personi, u ndaluan edhe 2 persona të tjerë. Kjo mas u caktua për shkak të rrezikut të arratisjes, ndërhyrjes tek dëshmitarët dhe mundësisë që ai krim të përsëritet. Gjithashtu nga prokuroria ka njoftuar se një pjesë e madhe e pronave të biznismenit dhe kompanive që nuk kanë qenë në hipotekë bankare janë ngrirë. Njoftuan se lënda është aq e madhe saqë dëshmitë janë mbledhur me thas të zinj. Vitin e kaluar në shtator u krye një operacion për evazion fiskal në kompaninë Stromic, Shkup dhe Gostivar të lidhura me Kormzovin. 250 euro është shuma e bursës që qeveria po planifikon që t'u andaj studentëve për të blerë pajisje elektronike. Kryeministri Mickoski tha se kjo masë do të nisë të funksionojë vetëm vitin e ardhshëm. Kryeministri Kristian Mickoski deklaroi sot se qeveria planifikon bursa prej 250 euro për blerjen e pajisjeve elektronike për studentët për vitin e ardhshëm. Ai tha se procedura në kuadër të qeverisë tashmë ka filluar dhe janë në pritje të fillimit të vitit të ardhshëm, sepse siç tha ai, një nga kriteret është që studentët të kenë semestër të regjistruar. Procedurata u рамките на владата 250 euro për pajisje elektronike. Këto para janë parashikuar në buxhet. Procedura në kuadër të qeverisë Gjithsesi, sekretariati të përgjithshëm ka filluar, kriteret të përcaktohen dhe është normale që po presim të fillojë viti i ri akademik, sepse një nga kriteret është që studentët të kenë semestër të regjistruar. Tutje, ai ju drejtua të gjithë partive politike që janë në pauzë nga nekrofilia, të reflektojnë dilemat e këtij lloji në opinion, nga ku ai shfrytëzon këtë rast për t'i bindur dhe për t'ju thënë që të rinë të qetë, sepse siç tha ai, ajo që premton VMRO dhe kjo qeveri, në të cilën janë partitë politike vlen dhe znam, atë e realizojnë. Ndërkaq, ai paraprakisht vlerëson se shifra përfundimtare në universitetet private dhe shtetërore është diku rreth 55.000 student, që me semestër të verifikuar do të mund të shfrytëzojnë këto 250 euro për blerje të pajisjeve elektronike nga shtatori. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka njoftuar se sistemi Safe City do të fillojë zbatohet nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Ai tha se sistemi i cili përfshin kamera që do zbulojnë shkeljet e trafikut të gjitha llojeve do të implementohet zyrtarisht në mënyrë ligjore në muajt në vijim, duke pasur parasysh se disa ligje duhet të ndryshohen përpara se të vihet në përdorim plot. Toshkovski tha se shpreson se do të shohim një kulturë të ndryshme trafiku.
Во рамки на овие управни служби смо 1 janar 2026 është data kur do të kemi qytet të sigurt me zbatim ligjor dhe pastaj shpresoj se do të shohim një kulturë të ndryshme trafiku. Në atë datë do të kemi të gjithë parametrat hyrjes për secilin automjet. Domethënë, i mbledhim ato nga 1 janar 2025 deri në fund të vitit dhe pastaj fillojmë zbatimin e plot. Të gjithë duhet të ndryshojmë qëndrimin tonë ndaj trafikut, nëse duam të kemi më pak viktima në trafik. Vazhdojmë me lajmet, ish pjesëtari i njësisë speciale të policisë Kosovës, Armënor Spahiu, cilit ju shqiptua masa për 1 muaj para burgim, Serbia akuzon për kryerjen e veprës penale vrasje e rënd. Gjykata e lartë në Subotic ka konfirmuar për Radion Europa e Lirë se Spahiu dyshohet se ka kryer këtë vepër në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës, ku një grup i serbëve të armatosur ka sulmuar policinë e Kosovës në shtator të vitit 2023, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në pëleshjet me armë që kanë pasuar janë vrarë edhe 3 sulmues serb. Me ligjin në Serbi, vrasja e rënd dënohet me një dënim minimal prej 10 vjetësh burg ose me burgim përjetshëm. Spahiu ndalua nga autoritetet serbe në pikën kufitare ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë gjatë kthimit të tij nga Austria me autobus. Në kuadër të shënimit të 147 vjetorit të themelimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj tha se Shqipëria dhe Kosova janë 2 shtete të një kombi, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se lidhja shqiptare e Prizrenit është nyja që bashkoi çështjet kyçe të historisë sonë moderne. Në kuadër të shënimit të 147 vjetorit të themelimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ka theksuar rëndësinë historike dhe simbolike të kësaj date për kombin shqiptar, duke e konsideruar si themelin e lëvizjes për bashkim dhe pavarësi kombëtare. Begaj ka thënë se Shqipëria dhe Kosova janë 2 shtete të një kombi, të cilat ecin përpara krah për krah në rrugën drejt integrimit evropian. 10 qershor 1878 ishte, është dhe do të mbetet themeli politik e shpirtëror i bashkimit kombëtar. Është dita kur filloi lëvizja për pavarësi kombëtare. Shkëndija e kësaj dite ndezi pishtarin e lirisë, por trashëgimia e saj jeton sot në çdo përpjekje për zhvillim, për mirëqenie, për bashkim shpirtëror dhe kulturor të shqiptarëve kudo ku ata janë e jetojnë. Ajo lindi si nevojë jetike për të mbrojtur trojet tona, identitetin dhe të drejtën tonë për ekzistencë dhe dinjitet. Lidhja shqiptare e Prizrenit ishte një thirrje për bashkim, për mbrojtje dhe vetdije kombëtare. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka vlerësuar rëndësinë historike të kësaj ngjarjeje për identitetin dhe orientimin politik të shqiptarëve. Ne nuk e kemi ndryshuar kur thirrjen e kësaj ngjarje të përveçme e cila thret lidhja është gjallë. Organizata Lidhja Shqiptare me Selin Prizren është pika më kulmore e lëvizjes së rilindjes kombëtare shqiptare. Ajo është rilindja kombëtare në akt politik. Lidhja shqiptare e cila u themelua këtu në Prizren në xhaminë e Bajrakut me 10 qershor 1878, paraqet një lloj nyje tek e cila përbashkohen të gjitha çështjet kyçe dhe temat qendrore të historisë moderne të shqiptarëve. Lidhja e Prizrenit ishte një organizim politik i parisë 4 vilajeteve që ishin shumicë shqiptare në perandorinë osmane. Ajo u themelua zyrtarisht më 10 qershor të vitit 1878. Të paktën 10 persona kanë humbur jetën dhe 30 të tjerë janë plagosur ditën e sotme gjatë të shtënave me armë zjarri në një shkollë në qytetin Graz të Austrisë. Ngjarja ndodhi rreth orës 10 të mëngjesit kur policia mori një telefonat për një situatë emergjente në një shkollë të mesme dhe dëgjimin e të shtënave. Mediat austriake kanë raportuar se deri tani janë 10 viktima, por numrat mund të rriten sërish pasi ka edhe disa të plagosur. Autori i dyshuar pasi kreu masakrën kreu vetvrasje në banjot e shkollës. Ngjarja ka tronditur qytetin e Grazit, qyteti i dytë më i madh në Austri me rreth 300.000 banor. Autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe po vazhdojnë hetimet për të zbuluar motivet e sulmit.
Britania e Madhe do të sankcionojë ministrin e sigurisë kombëtare të Izraelit Itamar Ben-Gvir dhe ministrin e financave Bezalel Smotrich. Kështu Mbretëria e Bashkuar do t'i bashkohet Kanadas, Australisë, Zelandës së Re dhe të tjerëve në sanksionimin e 2 ministrave ekstremist lidhur me komentet e tyre monstruoze në Gaza, raporton The Jerusalem Post. Sanksionet do të ndalojnë Smotrichin dhe Ben-Gvirin të hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe do ndalohet çdo institucioni financiar me seli në Mbretërinë e Bashkuar të merret me ta. Ne imbjetuam faraonit, do t'i imbjetojmë edhe Keir Starmerit, deklaroi Ben-Gvir në përgjigje të raportit. Unë do të vazhdoj të punoj për shtetin Izraelit dhe popullin Izraelit pa frikë apo kërcënime. Ministri i Jashtëm Gideon Saru tha gazetarëve se qeveria do të mbajë një takim posaçëm në fillim të javës së ardhshme për të vendosur se si t'i përgjigjet vendimit sipas tyre skandalos dhe të papranueshëm. Po e mbyllim këtë edicion të ameve këtu të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.